Ndikimi do t'jetë i madh. Edhe në xhep, sepse për shembull shokëve të mi, qytetarë konsumator pensionist, do t'ju marrë një gjysmë pensioni gjatë gjithë vitit, ndërsa të gjitha të tjerëve, bashkë me të tjerët, po na shkelin edhe njerë në dignitet. Sepse po harrohet qëllimisht, po harrohet se qytetari konsumator, si taksa pagues, se zgjerues kryesor i buxhetit, po nga ky buxhet ka investuar në këto asete të prodhimit të ujit dhe të furnizimit dhe të shpërthjellemi të mos merret parasysh fare kontributi jon, nuk është rrogori mirë, nuk përshfaq një kulturë, nuk përshfaq një identitet, nuk përshfaq një etikë ose moral pune. Tjetra, ne edhe më parë u kemi bërë me dije të gjithëve se cilat janë pozitat tona, por ja që dikush thirret kënë se nuk merr vesh, ka standarde, ka rregulla, ka ligje. Dhe ai që nxjerr bidate, ligje të reja, ai duhet fillimisht na bëj me dije dhe desh duhet të na pyet a po dojmë as po dojmë, a bën ose nuk bën. Dhe çdo vjet kjo po përsëritet, në të vërtetë çdo 2-3 vjet e njëjta po përsëritet dhe nuk ndërmerr masa as qeveria